Serbia u përpoq gjatë një periudhe me hap një lloj opsioni tjetër. Thonë, nuk dija ishte ide aty apo jo, por sidoqoftë shërbimi sigurimit shtetënor Stanishiqi nëpërmjet sigurimit shtetënor të Prishtinës, Stojovicin në atë kohë, bashkëpunoi me Batonin dhe e fillojnë një rrugë për në Republikën e Tretë, apo a ka mundësi ndonjë alternativë tjetër. Aty bëhet takime me Mahmutin në 98-ën, dhe aty Mahmuti, sepse është qëndrimi të cilin ja ka përsërit mandej Miloševićit, se këtu po lidhja, ku kemi qenë bashkë, Mahmuti ju ka thonë, ju i keni ndur, ju e keni pushtetin në dorë, fillimisht ndaleni këtë represionin, edhe po qenim një shteg